Për mua në këndvështrimin tim kjo aksioni, ndërhyrja dhe viktimat janë në base dytësore, fatkeqësi për ata që u ka ndodhur, por ajo që duhet që shikohet më shumti në këtë pikë, që duhet shikohet, është që neve po shkojmë në një këputur e peri dhe ato ruazat po vazhdojnë një nga një, po shkërmoqen dhe nuk po ndalojnë. Kemi një... Cili pet, çfarë përfaqëson këtë pev? Po, në zinxhirit të ngjarjeve botërore. Pra, kemi një humbje të SBA-ve në Afganistan. Me njëherë pas kësaj humbje kemi një revansh, përpjekje për revansh nga Rusia duke sulmuar në agresion Ukrainën. Kemi një aktivitet të shtuar të Kinës në Tajvan dhe deklaratat e fundit në vitin e ri ishte që viti 2026 mund të jetë viti që ne do të marrim Tajvanin, por maksimumi deri në vitin 2030 Tajvani do jetë brenda kufive tanë. Dhe tashmë Shtetet e Bashkuara u duhet që të them për kundërpesh ndaj këtyre fuqive që janë në rritje, qoftë edhe ekonomikisht, qoftë edhe politikisht dhe ushtarakisht, sidomos Kina, duhet që të tregoj, le të themi, forcën e saj dhe të tregoj që është ajo që ka, le të themi, në një farë mënyrë hegemonin botërore, duke goditur një nga aleatët e blokut kundërshtar Rusi-Kin, duke i prerë, si më thënë, krahat. Në fakt, kjo në një aspekt mund të shikojmë kështu, por në një aspekt tjetër mund të shikojmë pak më ndryshe, sepse me gjithse është një goditje ndaj Venezuelës, kjo ka një interes, qoftë edhe nga Kina, qoftë edhe nga Rusia. Pse? Interesi është që se cili nga këto shtete të shikoj rreth vathës së vetë ose rreth zonës e influencës vetë. Dhe Rusia, zonën e influencës vetë, pretendon që të ketë shtetet e ish bashkimit sovjetik dhe duke nisur luftën me Ukrainën, kurse Kina nuk është ndarë asnjëherë nga Tajvani. Pra, dikur njihej Tajvani si Kinë, pastaj u njoh Kina formula e famshme e Kissingerit. Dhe ka, domethënë, po ta marrësh nga ana e aspektit drejtës ndërkombëtare, ka shumë më tepër legjitimitet Kina të ndërhyjë në Tajvan, sesa të ndërhyjet në një shtet tjetër sovran. Pra, është hapur loja, po thua? Është hapur loja dhe kjo që interesi në këtë pikë është që, okej, ti zbatoje ose ringjalle doktrinën Monroe, mere Venezuelën, fute në kontroll, le të themi, influencë zonën perëndimore, mere Groenlandën, sepse duhet vazhdojmë më tej. Do e diskutojmë dhe këtë, se edhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Shumë kritike se sa Venezuela. Dhe unë do marrë Tajvanin. Pra, në një farë mënyrë është legjitimim i Kinës me këtë që po më thua, sepse i para prim, po me sa duket aty shkon e gjithë biseda. Qa po ndodhë? Nga ajo, le themi, bota unilaterale e pas 90-ës, ku Amerika ishte demokracia me zhvilluar, shembulli demokracisë të botë nga njëra anë, dhe natyrisht ishte edhe njeriu, ishte edhe xhandari, po jo xhandari në kuptimin e keq, por xhandari i botës në kuptimin e mbajtjes së rregullit. Tani po vemi tek ajo ku të fortët e lagjes rregullojnë zonën e tyre dhe gjithë secili rrit tek zonat e veta të influencës. Mendoj se po shkojmë pak më përpara. Mendoj se po shkojmë para luftës dytë botërore. Po shkojmë në ringjalljen atyre në aplikimin e teorive realiste të politikave dhe drejtohen nga politikat realiste. Pra, unë jam shteti... Po shkojnë të perandorit dhe njerë? Në një farë mënyre. Në një farë mënyre. Pra, interesat e mia janë interesat e mia dhe Trumpi ka qenë edhe i ashpër dhe i drejt për drejt dhe me tonë edhe të larta
në mbrojtjen e interesave të vetën, nuk ka qenë ajo që ne kemi qenë mësuar deri tani që të bazohen Amerika që ka qenë garantori kryesor i drejtave të njerëzit, dhe i demokracive. Vazhdon, po përveç drejtave të njerëzit është dhe ligji ndërkombëtar një pikë shumë e rëndësishme e drejtave të njerëzit, se nuk mund ta heqësh dot ligjin ndërkombëtar. Për këtë arsye, Evropa ka qenë shumë e distancuar dhe kritikuese në këtë aspekt, sepse ky zinxhir që është hapur dhe ato rruazat po bien, është shumë e vështirë që të pra ajo ngrejinë e OKB-s, e cila ishte qeverisja botërore që ruante ekuilibrat, ajo po shkërmoqet përfundimisht dhe po dalim në zona influence, thua, në bazë të shteteve dhe të fortëve. Me luftën e Izraelit që bëjë rezoluta 100-130-40 me gjithë Këshillin e Sigurimit që ka bërë për Izraelin dhe asë se pyet njëri fare, është bërë e pavlefshme OKB. Aq më tepër dhe në këtë rast, dhe Evropa u shpreh qartësi. Neve jemi pro luftës së trafiqeve, po ajo nuk duhet të preki të drejtën ndërkombëtare dhe sovranitetin e shteteve. Edhe Europa, se janë disa çështje që ushtruan. Groenlanda është e rëndësishme, Europa se si qëndron është e rëndësishme. Ju e mbani mend Rusia her pas here ka dashur që të vendosi paralele ndërmjet Krimes dhe Kosovës. Pra, si që vepruat me Kosovën, thot, veprojun me Krimen, më përpara 10-15 vjetësh. Apo të përpjekje të tilla që të legjitimoj veprimin e tyre. Pra, dhe ky sulm i tanishëm i SBA-ve me një shtet, le të themi, sovran, është mbase i tepruar, sepse aty ka patjetër që ai regjim diktatorial duhet merreshin masa dhe duhet bëj diçka me të, por sulmi ushtarak është i tepruar dhe nuk i përbën, nuk i shërben, le të themi, stabilitetin ndërkombëtar. Duke u nisur nga kjo... Ose krijon ekuilibra të ri që krijojnë stabilitete të reja. Shpresojmë, po ato ekuilibrat vendosen, nuk i dihet se si vendosen, mbas sa kohësh dhe se si... Pas çfarë lloj përplasjesh. Dhe sa jetë mund të... Kaleva. Më ngacmoj një pyetje jote. Në këto 5.000 vitet e fundit, 3 rende ka pas bota. Unipolar, që është për shumicën... Që është pas 90-s. Jo, që është për shumicën e 5.000 viteve të fundit. Pra, shumicën e 5.000 viteve të fundit kanë qenë perandori. Ka qenë perandoria mongole, Aleksandrit Madh, perandoria romake, Kartagena, ka qenë... E shtrirë në një kohë më të gjatë. Të cilat ka vendosur ato paksin e tyre, Pax Romana, Pax Osmana, Pax Americana tani e tjera me radhë, pas viteve 90. Është rendi bipolar, që ka pasur përjashtime shumë nga Sparta-Athin, luftat e Peloponezit, deri te lufta e ftohtë, dhe është rendi multipolar. Realistët në marrëdhënie ndërkombëtare thonë që janë kundër një rendi unipolar se çon drejt një hegemonie, një perandorie, dhe preferojnë rendin shumë polar me sferat e influencës, të cilët balancojnë njëra tjetrën, ose një rend bipolar. Po kjo është praktikisht e pamundur për të ndodhur. Rastet janë shumë të vështira, përmenda rastet bipolare. Te kjo multipolari po citoj një gazetar dhe humorist amerikan shumë, Jon Stewart, i cili te ky lloj rendi multipolar flet, thot që këto janë 5 familjet e New Yorkut. Në ke parasysh 5 familjet të cilat ndaj zonat e tyre të influencës dhe luftrat plasin kur përplasen, kur shkelin zonat e njëra tjetrës. Rendi shumë polar ka qenë vetëm një është rend klasik shumë polar, sepse bota ka qenë eurocentrike kryesisht në këto 5.000 vitet e fundit, pra çfarë ka ndodhur në kontinentin evropian ka diktuar ato që ndodh në Azi, në Afrikë, pastaj në vende të tjera, Amerika që u zbulua vonë. Dhe Europa në vitet 1815, fill pas luftave napoleonike, me koncertin e Vienës, deri në 1914, kur shpërtheu lufta e parë botërore, ka qenë klasike multipolare, ku 5 fuqi të mëdha, perandoria ruse, nga një anë, po, që krijuan pastaj Belle Époque, që krijuan... Po Belle Époque 40 vjet. Franca, Prusia, cilat ishin 2 fuqit konkurenciale në kontinentin evropian, mbaheshin në çek nga Britania e Madhe, e cila ndërhynte herë në favor të njërës të lufte Krimes, për të ruajtur ekuilibrat.